adhurues të basketbollit, jemi në foljen e basketbollit pejon palestrën Karagash prej nga direkt në shtëpitë e juaja, kudo që jeni duke na shikuar në këto qaste, Kosovë, Shqipëri, trojetona etnike, Evropa apo Amerikë, përmes platformës numër 1 në Shqiptari Art Motion. Ju sjellim kryendeshën e Xhiros 12, edicioni si vjetën fantastik të Pro Credit Superligës, Go Plus Pea, Sigal Prishtina. Me ju sonte jam unë Agon Fehmiu. Rivalet e vjetër po takon për herë të dytë këtë edicion, i cili deri tash ka sjell drama dhe emocionet që po na kthejnë 20 vjet prapa dhe po na rikujtojnë epokën e artë të pas luftës 2002-2007, periudhë e cila ende përmendet si më e ndryshme dhe më emocionuesja e basketbollit pavarur kosovar nga 91-92. Padyshim se rezultatet e ciklit të parë vjeshtori ishin të befasuese dhe ngritën maksimalisht interesimin, mirë po periudha pas pushimit të para kualifikimeve për Eurobasket 2029, këto 4 gjirot e deri tashme të ciklit të dytë vjeshtor ishin edhe më shokuese, edhe më senzacionale, duke bë Pro Credit Superligën e basketbollit ton super interesante. Fitoret e skuadrave të pjesë së poshtme tabelës ndaj top 4 skuadrave të kreut tabelës e kam bërë lug situatën tabelare, dhe këtë po e them pa kurfar rezerve. Asnjë kampionat deri tash në këto 20 vitet e fundit nuk ka pas këso rivaliteti ku secila skuadra ma parë secila, po e mposhtë secilën dhe ku tash një gjë po dihet, se asgjë nuk po dihet. Pra, Sigal Prishtina sonte do të paraqitet me kapitenin Don Poloshkën, në mungesë të Danieli Këndrejt të lënduar. Doni është kapiten, Adrio Bailey, pastaj Ariana Zemi, Deondre Burns, me numër 5 Altin Morina, i posa transferuari nga bashkimi, me numër 7 Tile Mahos Visariu, 12 Dioni Hajosaj, 14 Liri Zeneli, 16 është Ardiani Bishi, 27 Malsyla dhe 33 giganti Amerikan 213 cm shi Kelby Kramer, më të merituarit për fitoren në derbi kundër bashkimit. Në anën tjetër, pra skuadra vendase, Go Plus Pea, sonte paraqitet natyrisht me kapitenin Dardan Berishën me numër 11, me numër 0 Shëndrit Lapi, me numër 1 është Skyler Flayton, me numër 2 Dequan Morris, numër 4 Musab Mala, 7 është Caesar Edwards, numër 9 Arti Hajdari, 10 Jordan Johnson, me numër 22 Olti Salabegoli, numër 24 Elion Hasanaj dhe numër 32 Alan Herndon, 66 Sokol Nila. Treneri Prishtinës Mihail Kakiusis, trener i Pejës është Gregory Gibson me ndihmësin e Erin Muharemin, dhe tani të ngritemi në këmbë për intonimin e himnit të Kosovës. E thamë pra, në këtë cikël të dytë vjeshtor, këto dyja skuadra treguan form të dobët Go Plus Pea, e cila deri te pauza para kualifikimeve ka shkëlqyer me 6 fitore, vetëm një humbje dhe atë nga bashkimi.
që ishte i pamposhtur në 7 xhirot e para. Mirë po si e tham pas pauzës, ngjashëm sikurse dhe Bashkimi, edhe Go Plus Pea hyri në krizë dhe në 4 ndeshje psoi 3 humbje, fillimisht nga Trepça në xhiron e 8, pastaj u këndellën shkurt duke mposhtë Golden Eagle Yllin për të pësuar edhe 2 humbje rresht nga Bora dhe Rahoveci, me shka edhe Pea hyri në krizë sikurse Bashkimi, i cili psoi 4 humbje rresht të fundit pikërisht nga Sigal Prishtina të dielën, dhe kështu këto dy skuadra jalshuan pozitën e parë Trepçës, e cila pas fitores së djeshme ndaj Borës në ndeshjen e mbetur arriti sukses prej 8 fitoreve 3 humbjeve, kurse Bashkimi dhe Pea tash kanë nga 7 fitore 4 humbje secila dhe i ndajnë pozitat 2 dhe 3. Nga ana tjetër, edhe Sigal Prishtina pas pauzës startoi keq me 2 humbje rresht nga Golden Eagle Ylli dhe Bora, mirë po gjatë 7 ditëve të fundit u këndell me 2 fitore të njëpasnjëshme, të dyja këto kanë qenë shumë të vështira me rezultate të ngushta dhe fare let ka mundur të ndodhë që Prishtinasit edhe të i humbin ato përballje, mirë po në fund shënuan fitore që për ta fitore të cilat për to ishin shumë të rëndësishme, sidomos në këtë periudhë kur po përballen me mungesa të mëdha. Të dyja fitoret Prishtina i arriti në shtëpi dhe atë me kushdallim identik prej vetëm plus 2 pikëve, fillimisht ndaj Rovecit me rezultat 75-73 tajtën. Ndërkohë dielën e kaluar fituan edhe derbin e xhiros 11 kundër Bashkimit me rezultat 72-70. Aktualisht është Go Plus Pea renditet e treta me 7 fitore 4 humbje, kurse Sigal Prishtina ndek në hap, pra të shohim edhe Pea sonte me Shëndrit Llapin që do startoj, Flayton, Johnson, Berisha dhe Herndon, pra një befasi nga trajneri Greg Gibson. Në anën tjetër Prishtina si starton me Belin Azemin, Visarion Hajosajn dhe Kelby Kramerin. Pra, thash Pea renditet e treta me 7 fitore 4 humbje, kurse Sigal Prishtina ndjek në hap si e katërta, ka 6 fitore 5 humbje. Prandaj për të dyja skuadrat, kjo ndeshje sonte përveç rëndësisë së rivalitetit historik, është edhe betejë direkte për pozicionim tabelor, pasi ndon vetëm një fitore më shumë e Peas. Po i shohim edhe referët e kësaj ndeshje, pra do të jenë 2 artanat, në fakt Artan Gashi, Arjan Thaçi dhe Ilir Shala, Gashi kryesor me Thaçin dhe Shalën që do t'i ketë ndihmës ekranet e juaja, Dardan Berisha, basketbollisti shqiptar më i mirë i gjitha kohëve. Go Plus Pea sonte po hin me synim për t'i dhënë fund serisë prej 2 humbjeve rresht dhe për t'i dhënë fund krizës së rezultateve të këqija në ciklin e dytë, ku nga 4 ndeshje thash fitoi vetëm 1 dhe psoi 3 herë, kurse nga ana tjetër Prishtina synon të shfrytëzojë këtë krizë të Peas për të vazhduar serinë e fitoreve dhe një herësh për t'u revanshuar për humbjen që ja shkaktoi Pea në Prishtinë me 9 nëntor, ku në kuadër të xhiros 5 Verdezin triumfuan me rezultat 95-90. Fitoria eventuale, Go Plus Pea e distancon nga Prishtina me 2 fitore më shumë, në të kundërtën fitoria eventuale Prishtinës i barazon skuadrat me nga 7 fitore 5 humbje në pozitat 3 dhe 4, ku në rast të fitores Prishtinasve, renditja tabelare do të varej nga kushdallimi 2 ndeshjeve direkte në vjesht. Sa i përket duelit sonte, duhet theksu se Go Plus Pea po luan e kompletuar, nuk ka lëndime dhe mungesa, përveç se dim se tashmë Arnsted është largu në drejtim të Bashkimit me dën shpërblim, kurse te Prishtina kemi mungesat mëdha dhe kjo mund të jetë një përparësi për Niko Qirët sonte. Sigal Prishtina që kishte startuar me 3 fitore rresht si vjet, pas disfatës nga Bashkimi në xhiron 4 mori tat pjetën dhe në vazhdim humbi edhe 2 derbi tjerë në shtëpi nga Go Plus Pea dhe Trepça para pushimit të para kualifikimeve, ndërkohë me të kthyer nga pauza në start të ciklit të dytë, psoi 2 disfata rresht nga Ylli dhe Bora, para se të kthehej me 2 fitore shumë të vështira ndaj Rahovecit dhe së fundmi Bashkimit. Duhet theksu se Sigal Prishtina hyri në këtë krizë për shkak të lëndimeve dhe mungesave të shumta, pasi po i mungojnë 2 luftëtarët e mëdhenj si kapiteni Daniel Lektrejaj dhe Lambotri, i cili nuk luajti në 5 ndeshjet e fundit, pastaj ka Kruki, Williams është larguar, ndërsa me gjysmë kapaciteti po luan edhe Don Poloshka që ka të lënduar tendinën e akilit, megjithatë është kapiteni i ri i skuadrës, pasi po mungon Lekëndrejaj, po e sakrifikon vetëm për ekip dhe këtë e dëshmoi edhe në ndeshjen e fundit me Bashkimin. Si thash parës, pra Pea po luan e kompletuar, Prishtina me mungesa të mëdha, ja vetëm disa shifra, Otri
Pra ka një mesatare prej 12/2 pikëve, 3/7 kërcime, 5/3 asistime, një top i vjedhur. Williams i cili ka shku 6 pikë, 5 kërcime, 2 asistime, një top i vjedhur. Lek Andreaj 8 pikë, 4/3 kërcime, 3 asistime, 1/5 topa të vjedhur. Dhe ka Kruki 6/4 pikë, 2 kërcime, 1 asistim, një top i vjedhur. Kur i mbledh krejt këto, pra Prishtina sonte paraqitet përsëri sikurse ndaj Bashkimit me 32/6 pikë, 15 kërcime, 11/3 asistime dhe 4/5 topa të vjedhur më pak. Pra mungesa goxha të mdha. Tani do t'i kemi një minutë heshtja dhurues të basketbollit, pasi sot në moshën 63 vjeçare ka ndruar jetë Mehmet Gashi Meti, bashkë me lues i klubit basketbollistik Peja në vitin 1993 dhe sponsor shumë vjeçar i klubit, vllai i kryetarit të KBP-ja dhe nën kryetarit të FBK-s Fatmir Gashit. Çdo gjë e gatshme për kërcimin e parë, Kramer dhe Herndon për topin e parë. Ai topi përfundon te Flayton. Po shohim që sonte nuk ka startuar Mala, një peshë shumë interesante me Lapin, Johnsonin, Herndonin i cili e goditi aty këmbën me Haxhosain. Do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Alan Herndoni i cili këtë edicion ka një saktësi prej 52% nga vija e gjuajtjeve të lira. Mirë po, herën e parë a realizon edhe herën e dytë 100% i saktsonte për e-përsin e parë të Go Plus Pejës. Kryendeshja e gjirës 12, gjyra e 5 të këtij ciklit të dytë vjeshtor, fantastik. Burns për Azemin. Azemi e hup topin e parë. Ja, tje Kakiusis, dy ndeshje shumë vështirë të fituara ndaj Rahovecit dhe Bashkimit të dyja në shtëpi. Para publikut të vetë, Dardani, atje Visariu Pranti. Lapi me pick and roll për Dardanin, lëvizje bukur mashtruese Dardanit me hapin e tij karakteristik atje, nuk realizon. Dhe është lënduar me bryl atje Jon Haxhosaj. Si duket atje me rastin e tentimit për mja vjedh topin e ka goditur në bryl Dion Haxhosajn. Don Poloshka do të inkuadrohet në loj. Me njerë një start, një ndrim as pa kaluar minuti. Diskutojnë atje Arjan Azemit dhe referi Gashi. Burns për Azemin. Poloshka, natyrisht tani Dardani është pranë Donit, dy kapitenët. Topi në anën tjetër e vjedh te top Shëndrit Llapi. Shkon atje dhe asiston Shëndrit Llapi për Dardan Berishën për kapitenin 4-0. Në organizimin e sulmit do të bëj Poloshka. Sa herë që ka hy kundër Bashkimit, ekipi Prishtinës ishte në e-përsi dhe i shkon të mirë. Nuk muj me harua treshën e ti nga këndi.
Arjan Azemi me floterin e tij për pikët e para. Pas 1 minutë e 40 sekondave loj 4-2 afron rezultatin pikët e para të Prishtinës. Flayton për mrekulli në thellësi. Koshin e çmonton Allan Herndoni edhe njëherë. Flayton asiston, Herndon koshin e çmonton për 6-2. Poloshka për Azemin, tandemi i cili edicion e kaluar luajti të vllaznimi dhe i solli Kuqezin me trofeun e parë pas 29 viteve. Titullin e kampionit të ligës unike, gjatë kësaj vere erdhën në Prishtinë. Sa bukur atje Kramer lufton, por edhe një kërcim i Flaytonit atje të shohim. Kërkon rishikimin trajneri Kakiusis, mendon që të fundit me top kanë luajtur lojtarët e Go Plus PS, do ta rishikojmë. U pa qartë se i fundit me top kishte luajtur Dardan Berisha me këmbë. Dhe sfida e trajnerit Kakiusis ishte e suksesshme. Burns do të rivoj topin. Azemi atje tenton dhe e shfrytëzon bllokun e Visariut. I krijon Kramer atje bllokun. Më i larti në kërcim Shëndrit Llapi. Shëndrit Llapi po shëndrit në fillim. Me kërcime, me asistim. Opa, sa bukur atje Llapi. Oho, blokade Kramerit. Flayton e merr topin dhe e dërgon te vendi. Treshja e parë për 9-2. Në tentimin e parë, ja bën sefte me njëherë Flayton. Bëhet gati për të inkuadruar në lojë Adro Bailey. Don Poloshka shpejt lëviz topi Visariu, bukur lëvizje mashtruese, e knaq krejt në fund. Allan Herndon, baseball pasim për mrekulli. Dhe kësaj here Dardani ja kthen të mirën me të mirë Shëndrit Llapit. Parës Llapi asistoi kësaj radhe. Ishte Dardani ai i cili e shërbeu me një lloku me orë dhe ky e dërgoi te vendi. 11-2. Seri fillestare në këto 3 minuta e 12 sekondat e para. Time out, ja pra. Ky është asistimi parës, topi vjedhur i Shëndrit Llapit dhe asistimi për kapitenin Dardan Berishën. E më pas Dardani ja kthen të mirën pra në aksionin e fundit. Asiston Dardani, Shëndrit Llapi realizon pikët e tij të para. I shkëlqyeshëm në start, 2 pikë, 2 kërcime, 1 asistim, 1 top i vjedhur nga Shëndrit Llapi. Në anën tjetër, edhe Dardani, 2 pikë, 1 kërcim, 1 asistim, 4 pikë i ka Allan Herndon. Një dominim në këto minutat e para në start të kryendeshjes së Xhiros së 12. 11-2. Befasoj sonte trajneri Greg Gibson me inkuadrimin e Shëndrit Llapit. Adro Bailey është në lojë, kërkon topin, tani dueli i 2 lojtare me numër 0. Adro, sa bukur atje. Për mrekulli, Azemi deri në fund depërtoi e pasoi te Krameri.
Lutën dy gjuajtje të lira, Dardani shkaktoi personale. Herën e parë është i pasak Kramer. Në ndeshjen e fundit thash Kelby Kramer shkëlqeu me double fenomenal, ishte lojtari më i mirë i Prishtinës, 10 pikë, 15 kërcime dhe heq më pak se 6 blokada i pati kundër bashkimit Krameri. Kundër sulmi shpejt atje Flayton për Shëndrit Lapin, i cili bombardon për treshe. Sonte thash Shëndriti, por Shëndrit në fillim 14 me 3 pika atje 5 më i miri të peja në start. Në anën tjetër vjen përgjigja nga Adrio Bailey në treshe me treshe, 14 me 6. Dhe Flayton e tani rrëbeshi tresheve në Karagaq, 17 me 6 e këthen e përsin dy shifrore. Arjan Azemi për pak e huq atje. E personale e Dom Poloshkës e ndërpren këte mundësi të kundër sulmit të shpejt dhe të lehtë Go plus 5 kapiteni. Start fenomenali skuadrës vendase. 3 treshe arreshti a realizoj. Sa bukur Herndon blokohet nga Adrio Bailey. Spati rrugdalje tjetër Bailey. Ishte pasimi mirë në brendin nga Jordan Johnson. E tërhoqi me pick and roll atje larg Kelby Kramerin. E patëm një mismatch. Herndon beti në Bailey. Dhe Herndon e pati letë pare si realizoj të dy gjuajtje të lira. Sonte nuk po di me huq Alan Herndon. Edhe pika e 6, 4-4, 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira Herndon. 6 pik Herndon, 6 pik Flayton. Flayton 100% efikas për treshe. E kjo është e përsia më e lartë deri tash plus 13. Kramer për mrekullia atje mbi Herndonin, i cili nuk e pengon. E pati të qartë se do të ishte faul. Dhe ndoshta edhe mundësi për kosh dhe një gjuajtje të lira, ndaj edhe nuk e preku. Ja, përsëri kemi një mismatch. Azemi me Herndonin luftojnë. Pas ati pick and rollit, Johnson e sheh korridorin e lirë. Shënimi do të pranohet. Largohet Shëndrit Lapi. Në vend të ti Musa Mala, i cili sonte nuk startoi. 21 me 8. E përsia më e lartë. Ishte ajo më herët. Sa bukur atje, posa hyri në loj. Johnson për toke në stil të Isaiah Thomasit, plakut dikur. Mega yllit, një prej Hall of Famer të NBA për toke. E vjedh këto Flayton kundër sulmi shpejt, Jordan Johnson depërton. Opa, frigot atje nga bloku, Dardan Berisha. E shpëton këte pasim, sa bukur Flayton, deri në fund bi Kramerin realizon. Skylar Flayton pika e ti e 8, 25 me 8. Flayton 8 pik, Sigal Prishtina komplet krejt 8 pik. 17 plus adhurues të basketbolit. E këte e kanë të ushtruar Dom Poloshka dhe Kelby Kramer. Shpesh e bojnë një lobi donit në thellësi për Kramerin. Fall në sulmi Dardanit.
pa atje Gardani jo në mënyrë sportive. Ja futi me bryll. Fall në sulm. 25-10. Musabi ishte i pa kujdesshëm, shkakton personalin ndaj Azemit. Ky faulli i treti i ekipit PES, 3 faulla i ka dhe Prishtina, ndërsa kanë metur edhe 3 minuta e 17 sekonda deri në fund. E përsia më e lartë deri tash 17 pikë, 25-8, shumë shpejt. Rezultati duhet të jetë 25-10. Poloshka edhe njëherë me Kramerin. Këto e kanë, do të thotë, ushtrume si me marë frym. Poloshka dhe Kelby Kramer. Poloshka e ngrit në hava dhe poshtë e zbret me sukses Kramer. Këte vazhdimisht po e bojnë 25-12, e afrojnë rezultatin në 13, plus për vendasit Mala, pranë ti Azemi. Cesar Edwards është në lojë në vend të Alan Herndonit. Ja dhe Edwards ishte shqyrshëm në ndeshën e fundit të PES, e cila fatkesisht pësojti sfat, fatmirësisht për skuadrën e Rahovecit, e cila është me të vërtet skuadra e cila po bën senzacion në udhëheqjen e Bujar Locit. 27-12 Mala, posa hyrë në pika e 4. Skuadra me buxhetin më të ulët në ligë, 27-14 realizon Burns. Shpejt fletën për Arti Hajdarin, nga këndi nuk realizon atje. Më i larti në sa bukur atje Don Poloshka, deri në fund shkon Azemin, dalet në mënyrë të palejuar nga Arti Hajdari, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Posa hyrë në lojë, Arti shkaktoi personalin, e para e tij e 4-ta e PES në këtë çerek, PES e cila startoi në mënyrë fantastike. Tentimi i pari Arjan Azemit, i pa suksesshëm Arjani në këtë edicion. Pra ka një efikasitet të lartë prej 87% deri tash në 10 xhirot para prake. Sa luajti nga 15 tentime, 13 i realizoi. Sonte një e shënoi, një e huqi për të afruar rezultatin në 27-15. Kemi një seri prej 8-2. Kramer atje lufton për mrekulli. Sa bukur Arjan Azemi, shmangët vjedhjes së topit të Hajdarit. Don Poloshka me njerë vendos atje mbrojtjen zonale dhe backline atje Greg Gibson, një lojtar fundor, bën presion top të tjerët, e ruajnë zonën dhe kjo po i funksionon Arti Hajdari. Dalet me faul nga Adrio Bailey. 1 minutë e 33 sekonda, çmendet Kakiusis atje. Tash edhe parës mungesa të mëdha te Prishtina, për shkak të cilave trajneri Kakiusis në 2 ndeshjet e fundit u detyrua të aktivizoj dhe t'i lojtarët kryesor të skuadrës me minutazha jo humane nga 39, 38 minuta, 33 minuta kundër Bashkimit. Pra Prishtina pati në dispozicion vetëm 7 lojtarë. Burns luajti gjitha 40 minutat, Haxhosaj 34, Kramer 38, Azemi 30, Bailey 30 dhe kapiteni i lënduar Don Poloshka luajti 19 minuta. 29-15, edhe 1 minutë e 23 deri në fund të çerekut të parë të kryendeshjes xhiros së 12 këtu në Karagach mes të Go Plus 5 edhe Sigal Prishtinës për Biroho disi deri në fund.
Azemi dhe realizon pikën e tij të pestë për 29-17. Hajdari për Edwardsin, i cili prej këtyre pozitave ditë të qëllon jo kësaj radhe. Burns më i larti në kërcim. 29-17, e përsia më e lartë e Peës ishte ajo prej plus 17, kur kishim mbetur 3-45 deri në fund të çerekut të parë 25-8. E patëm më pas një seri të suksesshme prej 10-2 në fakt të Sigal Prishtinës, e cila u afrua përsëri në 29-17. Tani 18 Burns realizon pikën e tij të tretë. Haxhosaj dhe për herë të parë sonte do të inkuadrohet në lojë Altin Morina. Burns realizon të dy gjuajtjet e lira, është pika e 4 e Burnsit. Çka do që ka gjuajt? Ka shënu sonte 2-2 nga vija gjuajtjeve të lira, një tentim dhe një realizimi 2 pikshit. Haxhosaj i shkëlqyeshëm Dioni me vërtet këtë edicion, po shkëlqen edhe në ndeshjen e fundit pati double fantastik, 10 pike, 14 kërcime dhe një blokad. Dhe me vërtet është mëkat që nuk është ftuar në përfaqësuesën e Kosovës edhe Dion Haxhosaj. Sa bukur atje, Musa Mala e mashtron Morinën. Azemi nuk ngutet. Dioni shkon e bën bllokun. Azemi pengon atje. Mirë po, Haxhosaj është në vend. Edhe faulli Shëndrit Lapit për mrekullia atje Arjan Azemi, edhe pse komplikoi pak gjatë atij deportimi dhe tentimi akrobatik, megjithatë luftoi e kapi ato penzeri jashtë Dioni tek Adrio Beli, i cili u ndal në mënyrë të paliuar nga Shëndrit Lapi. Lapi do të largohet në lojë, do të kthehet kapiteni. Dardan Berisha, i cili deri tash ka realizuar atë deportimin, atë 2 pikshin. Ka një kërcim, një asistim dhe një top të vjedhur Dardani. Ka hyrë sigurisht për të përmbyll çerekun e parë me një tentim për 3 pikë. Edhe herën e dytë e huq. Me një herë atje pressing dhe Johnsonit. E fall në sulm. Dhe DeAndre Burnsit. Situatë shumë e dyshimt. Edhe 6 sekondra, Burns deporton atje, tenton dhe faulli Dardanit. I cili ankohet se Burns e shtyu dorën, mirë po. Pamjet po flasin diçka tjetër. Në vijën e gjuajtjeve të lira DeAndre Burns duhet të jetë në 19, po tani është në rregull, 29-20. Pra pas asaj e përsie maksimale prej 17 pikëve. Herën e dytë nuk realizon edhe 1 sekond dhe çereku i parë mbyllet me 9 pike përsi. Pra pas e përsis maksimale edhe një starti të furishëm në 6 minuta e 15 sekondat e para të lojës, kur Peja pas atyre 3 treshëve dhe një starti të jashtëzakonshëm të Skylar Flaytonit, i cili qelloi çdo gjë që gjuajti nga loja, 2 treshe dhe atë 2 pikësh, 8 pikë të tij,
Shëndrit Llapi ishte në mesin atyre që ishin fenomenal në fillim. Shkojmë në marketing para se të rikthehemi përsëri për çerekun e dytë. A e din qa? Kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin TikTok, ngam t'i bu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam t'i bu. Banka Procredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pra, thash, një starti jashtëzakonshëm i çerekut të parë 25 me 3 treshe të skuadrës Go Plus PS e nisi për mrekulli Shëndrit Llapi, thash, i cili shëndriti në start. Na befasoi trajneri Greg Gibson me inkuadrimin e tij dhe arsyetoi Shëndriti atë minutazhin e vet, ishte i mrekullueshëm me asistim për Dardani, pastaj Dardani ja kthei, ai depërtoi, realizoi edhe një treshe e shënoi. Flayton shkëlqeu me 8 pikë ato 2 treshe të një pasnjëshme e më pas pra pas rezultatit 27 me 8 e patëm një seri, në fakt 25 me 8, falni. E patëm një seri të cilën e nisën me 2 alley-hoopa fantastik kapiteni Don Poloshka me Kramerin, para se Burns dhe Azemi të futeshin në sistem dhe Burns në fund e përmbylli me 29-20, pra e patëm një seri prej 12 me 4 në fund për të afruar rezultatin në 9 pikë. Burns për Bailey nga ana e kundërt për mrekulli realizon Adrio Bailey dhe afron rezultatin në 7, dal nga dal Prishtinasit po e shkrinat disavantazhin më të lartë prej 17 pikëve në vetëm 7. Dardani përballë ka Altin Morinën, Edwards me Dion Haxhosan, i cili po vazhdon të luajë mbrojtje fenomenale me vërtet. Tandemi Dion Haxhosaj dhe Don Poloshka të Prishtinës definitivisht e kanë merituar që të ftohen në përfaqësuesin e Kosovës. Pse nuk janë ftuar? Ato e dinë më së miri përgjithësit, jo selektori Loci. Edwards largohet në lojë, rikthehet Alan Herndon. Foul nga i Bailit për Altin Morinën. Jo, më falni, Azemin, i cili e hush. Dardani ishte ai i cili e mbylli mirë koshin dhe fitoi këtë top. Shëndrit Llapi do të... sa bukur mala atje! Çka bëri Musabi, edhe pse ndoshta ka mundur e ka shkëputjen fenomenale mala. Mirë po, e pa Flaytonin, nuk janë dali dorën. Dhe treshja e 3 treshte Skyler Flaytonit pa huq asnjë. E rikthene përsin 2 shifrore në 32 me 22. Dion Haxhosaj tenton të përgjigjet, nuk arrin. Mala, fenomenal në këtë kampionat është Musabi. Me të vërtet edhe në duelet e kaluara ka shkëlqyer Musabi. Arian Azemi largohet nga loja, ka kontribuar me 5 pikë dhe 1 asistim. Tentoi 2 herë për treshe, nuk e qelloi asnjë. Mala me Herndonin e kanë këtë pick and rollin fenomenal. Mala dhe Herndoni shumë bukur bashkëpunojnë. Morris i vetë mohueshëm është Burns. Ja, i ndihmon atje Herndoni. Me të vërtet shumë lojtar korrekt, shumë lojtar ferm është Alan Herndon.
Morris. Pret atje pick and rollin e lojtarëve. Alan Herndon depërton deri në fund. Çfarë mbrojtje Dion Haxhosajt. Edhe një blokadë e tij, po pengon, po i mbyll korridoret. Sa bukur Morris, si e vodhi. Çfarë aksioni! Ky është aksioni i vjeshtës. E vodhi topin. Një vollan atje, e çoi me pi ujë Altin Morinën dhe coast to coast e ngolit për mrekulli Morisi. Visario 34 me 12 e ka shkel vin atje. Sa shpejt u rikthyen e përsi dy shifrore prej plus 12. Ja, edhe një herë Daquan Morris e vodhi topin, driblim fantastik. U shkëput lart në hava, edhe çmontoi koshin për 34 me 22. Mala, fauli Dionit, u vonua Dioni. Për mrekulli atje Musabi e vrejti se ishte ngritur nga qëndrimi i tij basketbollistik Dioni dhe shfrytëzoi inercionin për depërtu dhe kërkuar kontakt. Shumë mirë po luan si vjet Musabi, ja shikoni atje ju shmang Visariut i cili po luan mbrojtje të mirë. Edhe një herë për shëndritin me Musabin, e mbyll shëndritin nga një pozitë e vështirë, tentoi, nuk realizoi, ishte në sekondën e fundit. Dioni ishte i vëmendshëm në vend. 3 minutat e qerekut të dytë kaluan. 12 plus për Go plus Pen. Dueli i lojtare me numër 2, Burns dhe Morris, tenton Burns nga një pozitë e vështirë, Herndon më i larti në kërcim. Ky është kërcimi i treti i Herndonit, i cili ka edhe 2 asistime, edhe 6 pik. Edhe megjithatë ishte faul i Dionit. Një herë ngriti dorën, pastaj e kapi kokën tash. Ai ishte i zhgënyer që i zhgënyer që bëri faul, sepse ky ishte faul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Daquan Morrisin, i cili bëri njëri prej aksioneve më të bukura të kësaj vjeshte, me atë top të vjedhur si nga dora cakët e basketbollit pas pasimit për tokë, si ul, me të vërtet do të elus regjin që në fund të kësaj pjese të na përsëris komplet aksionin, se si e ruajti lojtarin me shpin, si e vodhi atë top, driblimi dhe finalizimi fenomenal i Morrisit. 35 me 22. Dion Haxhosaj me një blok të dyfirsht, po Burns kush me qu kokën. Ja, më në fund kur spati çka me bo me top, e shet Dion Haxhosaj. Pelli nga një situatë e vështirë. Natyrisht kur playmakeri ta nal lojën edhe nuk të jep topin me usa bukur Bailey, për pak nuk e vodhi këtë top, por Visario edhe një herë Morris e rikthen topin. Johnson do të rikthehet në lojë. Musabi për Shëndrit, lapin i cili e shmonton koshin. Sonte Shëndriti, por Shëndrit e kësaj here duke i falenderuar asistimit fantastik të Musab Malës. 37 me 22, rikthehet gati e përsia maksimale prej 17 pikëve. Rinjallet për sëri palestra, pra pas afrimit të rezultatit në 29 me 22 në start të këtij qereku, pra kemi serim prej 8 me 0 të Go plus Pes, të cilën e nisi Flayton me atë treshën e tij, e vazhdoi Morris me atë ngulitjen fenomenale dhe gjuajtjen e lirë. Lapi tani për Musab Malën, i cili e huq airball-i ti, nuk realizon. Ajo që po vrejnë sonte është një bashkëpunim fenomenal, fantastik i Shëndrit Lapit me Dardan Berishën edhe Musab Malën. Perfekt po funksionojnë.
Edhe shëndriti me ato kcime dhe me asistime të Dardani dhe Musabi dhe anasjeltas Musabi dhe Dardani për shëndrit lapin, i cili po i shfrytëzon. Oho. Burns. Time out. Topi humbur i Deondre Burnsit. Po bëhet nervoz në Altin Morinën sepse nuk e shikoj edhe një herë. Ja, si e vodhi për mrekulli me lëvizje mashtruese coast to coast. Shikoni se si e vodhi këtë topsi nga dora cakët e basketbollit. Lëvizje fantastike mashtruese dhe fluturimi e shmontimi i koshit. I jashtëzakonshëm ky aksion. Perfekt. Dequan Morris, i cili aktualisht pra u ngrit nga banka rezervë për të realizuar 3 pikë dhe 3 kërcime, një top të vjedhur, natyrisht Skylar Flayton me 11 pikë, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur, është lojtari kryesor të Go Plus Peja, ndërsa për krahu e ka sonte startuesin befasues Shëndritin, i cili po shëndrit lapin, 7 pikë, një kërcim, një asistim, pa humbur top. Fenomenal. 3-2 për dyshe, 2-1 për treshe, shëndrit lapi. Edhe Musabi po e kryen punën e tij për mrekulli. 4 pikë pa huq asnjë dyshe, tentoi 2 herë për 3 pikë, nuk i realizon, mirë po i ka dhe 2 asistime. Dhe natyrisht Alan Herndon Chandra me 6 pikë, 4 kërcime dhe 3 asistime, edhe 2 topa të vjedhur, pa e humbur asnjë. Me të vërtet sonte Peja ka startuar furishëm, pati atë serin 25-8, u përgjigj Prishtina me një seri për 10-2, afroi rezultatin, madje shkoi 12-2 në start të këtij qereku, por fal kësaj serie prej 8-0. Faulli kujt? Të shohim. Lojtari me numër 33 është Kelby Kramer, Chandra, i cili pas ka shkaktuar personale. Faulli 4 i Sigal Prishtinës ka plotësu bonusin, edhe 4-40 deri në fund. Herndon për malën atje, bonohet për të hyrë në trapez. Kramer lufton e kap të top, kërkojmë faul aty ndaj Johnsonit nga Poloshka në rastin e tentimit për 3 pikë. Azemi, lëvizje mashtruese, e kthen te Poloshka nga distanca e madhe, nuk gjuan, nuk realizon. Visario e nda në mënyrë të paliuar malën. Përqindje jashtëzakonisht të ulët për 3 pikë Prishtinasve nga 7 tentime, vetëm një treshe realizuar, edhe nga vijagjuajtjeve të lira Telashe, 10-5, 50% të efikasitetit, 5 huqe nga 10 tentime, çka është shumë. Anën tjetër, 8-7 nga vijagjuajtjeve të lira, është Peja, tani 9-8, 4 treshe të realizuara nga 10 tentime. Nëse realizon edhe këte, po, do të jenë 9 gjuajtje të lira të realizuara të 5 nga 10 tentime, 90% të efikasitetit, 39 me 22, rikthehet e përsia më lartë prej plus 17, seri prej 10-0, e Go Plus 5 të cilin e nisi Flayton me treshen, ndërsa tani vjen edhe treshja e Adrio Bejlit për të zbut disavantazhin në 14. Visario shumë është luftarak dhe i vetmuhueshëm Visario. Kramer me pick and roll, e pret atje Poloshka që të vendoset. Herndon mbrojtje e mirë, edhe njëherë shkojnë me pick and roll. Topi shkon tani anash, tentim për 3 pikë,
i pa sukseshëm. Arjan Azemi e shpëton këtë top Polloshka për Azemin, depërton deri në fund dhe faul është ky i Malës, e pranon me njerë Musabi. Në vijnë e gjuajtjeve të lira do të jetë Arjan Azemi. 50% ishte efikas herën e kaluar, nga 2 tentime qëlloj një. I sakt nga tentimi i par. E ullë disavantazhin në 13. Edhe kësaj radhe në gjashëm si kurse herën e kaluar, nga 2 tentime, një qëllën, sa bukur e mashtroj atje Johnson. Herndon për mrekulli, depërton dhe realizon pran Kramerit, pati atje edhe kontakt 41-26. Vazhdon aksionin anën tjetër, Polloshka kërkon në blok atje, por kush me abose. Bailey depërton pran Herndonit, i cili luan i fundit me top, mbrojtje fenomenale, ja mbuloj komplet koshin atje Baileyt, i cili ankohet për faul. Caesar Edwards do të inkuadrohet në lojën, Herndon largohet nga loja, fenomenal sonte, 6 pik, 5 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur, pa e hum asnjë. Makina vete Alan Herndon, mbrojtja fenomenale e ti, sigurin në mbrojtjen e pejanove. Polloshka për Visarion, tentim për 3 pik, e huq, mirë po edhe e shpëton këtë top. Kramer gjendet në vendin e duhur, Polloshka për Arjan Azemin, i cili e dërgon të vendi, 2 treshe tani të një pas njëshme të Prishtinasve. 41-28. Kemi një përgjigje të shpejt me 2 treshe të një pasnjëshme dhe reagon trajneri Greg Gibson. Nuk lejon 4-29 në falni adhurues të basketbollit, sepse ishte treshe e Arjan Azemit. Dominimi lehti Sigal Prishtinës në kësime 16-14, mirë, po ajo që sonte me të vërtet po e karakterizon Bejen, është një sulm i organizuar mirë, i ndërtuar për mrekulli, qarkullimi i topit dhe bashkëpunimet, bashkëveprimet e jashtëzakonshme të lojtarëve mes vete, 15 asistime të Go plus 5 dhe 9 asistime të Prishtinasve e dëshmojnë këte 6 topa të vjedhur të Go plus 5, vetëm një top i vjedhur i Sigal Prishtinës, pra po them, po e dëshmojnë këte 10-1 në pik të realizuara nga kundër sulmet për Go plus 5, 10-4 nga topat e humbura të kundër shtarit, 6-1 pikët e realizuara nga rastet e dyta dhe kjo dhe po, sa mirë atje, e blokon Kramer. Kjo ke pak e dyshimt. Atje referi tha që ishte duke diskutuar me kapitenin Polloshkën, duke spjeguar pse ishte faulli dhe haroj që të vendoset atje. Atje doni me Musabin, po diskutojnë situatat. Në do të të pëlqen kjo kur lojtarët diskutojnë dhe komunikojnë
pavarësisht prej rivalitetit. 41-29, Don Poloshka, bukur e nxjerr te Visariu, i cili tenton për herë të dytë nuk realizon, por për mrekulli është atje Krameri, i cili e shpëton këte me kërcim në sulm, edhe bon të Azemi, i cili asiston dhe koshin Bailey e çmonton për 41-31. Tani e kemi një seri identike si parës 2-9, dhe zbutët e përsia prej 17 pikëve. Kramer lufton, përsëri lufton Edwards, edhe bon topin, edhe 1 minutë e 28 deri në fund. Topi do të jetë për Bardhe Kaltrit. Musabi është atje me njëherë pranë Arjanit, e ndjek në hap. Dueli Poloshka Johnson. Kërkon blokun nga Krameri për pick and roll. Edhe njëherë kësaj radhe Shëndrit Lapi e lexoi tentimin. E treta nuk ishte i vërteta, e pengoj Shëndriti, por me faul. Megjithatë do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Kelby Kramer. Natyrisht i duhet trajnerit Gibson Herndoni kundër Kramerit. Me të vërtet është i fuqishëm, është vështirë të ndalit kjo mas, 213 cm-shi. Herë të parë sonte në vine gjuajtjeve të lira. Në fakt, herën e parë nga 2 tentime realizoi një, më falni. 3-2 është nga gjuajtjet e lira sonte. Kramer e ka një efikacitet prej 70% në këtë kampionat. Herën e dytë e huq, 41-32. Pra përsërisi më herët në fund të çerekut një seri prej 10-2. Sa radhe ndërprengte Johnson për të rikthyer avantazhin 2 shifror plus 11 kemi hyrë në minutin e fundit. Azemi, Visariu, bloki 2 fisht për Azemin, i cili depërton edhe njëherë Visariu i vetmuar. Po, më duket këto me lon ton ditën, s'pas ka me qëllu treshe. Herndon, bukur atje. Lëviz Flayton, nuk hapët me kohë, nuk e kthen kokën Herndon. Flayton beti me top në ajër, por zgjidhje inteligjente e tij Johnson. Çfarë blokade Kramerit atje, ja të rënë deri në fund, coast to coast, por topi hyn e del Bailey pa fat kundër sulmi shpejt. Johnson edhe 6 sekonda. A do tenton për 3 pikë. Shkon deri në fund, depërton. Edhe faulli ishte para se të skadonte. 0 presje, 3 sekonda deri në fund. 2 gjuajtje të lira, edhe njëherë Jordan Johnson, faulli Grekut me numër 7 është ky Tilemahos Visariu. Edhe 20 qintat deri në fund të pjesës së parë. Isak nga gjuajtja e parë e lirë, 44-22 Jordan Johnson. Është kjo pika e tij e pestë. Shumë i dopt nga vija gjuajtjeve të lira sonte, 4-1 nga vija gjuajtjeve të lira, 5 pikë të Johnsonit, mirë, po i ka edhe 3 asistime. Orus të basketbollit pa dyshim ylli ekipit në pjesën e parë të Go Plus Peja ishte Skylar Flayton 100% nga loja, çka do që ka gjujt ka shënu, 3 treshe i realizoi nga 3 tentime, 1-2 pikësh, 11 pikë të tij, 4 asistime, 2 topa të vjedhur, një kërcim pa humb asnjë top të vetëm. Dhe Alan Herndon i mrekullueshëm dominoi me 8 pike, 7 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur. E mos harrojmë edhe Shëndritin, i cili Shëndrit Lapi me 7 pikë,
të realizuara në anën tjetër të Sigal Prishtina u ngrit nga banka rezerv Adrio Belli për 10 pike 5 kërcime, ndërsa Arjan Azemi me 9 pikët e tij dhe Kelby Kramer me 8 pike 4 kërcime ishin në mesin atyre të cilët u dalluan, pa e haruar edhe kapitenin Dom Polloshkën, i cili e pati vetëm një tentim për 3 pikë nga loja. Mirë po, edhe ai, edhe pse i lënduar, u ngrit nga banka rezerv dhe asistoi as më pak, as më shumë, po 6 herë. Ishte kjo e tërë asaj për këtë pjesë së parë, 44-32 plus 12 për Peën. Të shohim se si do të vazhdoj pjesa e dytë e kryendeshjes së Xhiros 12 mes dy rivalëve të vjetër, Go Plus 5 dhe Sigal Prishtinës.